Mendoni se ka ardhur koha që të jetë një grua kryeministre? Pa diskutim. A janë gratë më të besueshme, korruptohen më vështirë? Jo, Cila është një politikan shqiptare që mendoni ju që është e përshtatshme për të bërë kryeministre? s'ka di o që të thënë. Faleminderit. Mirupafshim. A mendoni se ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministre? Nuk e jap dot këtë shpjegim unë. Po Se pse? këta të një loja. A mos janë gratë më të besueshme, nuk korruptohen, nuk marrin para, Lere. janë më të dhimbshura, mendojnë më shumë për popullin. Mendoni se ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një grua kryeministre? Qas bovagi këtu në Shqipëni. A duhet? A duhet që që bëjë mens me gruje, se se burri. Burri ka më në ke legët. Është më vështirë që të korruptosh një grua? Pak, 50%. Burri na korruptoi 100%. Po menaxhuese më të mira për shtetin, a mund Për të jetë një shtetin ka sa dugjëm, po ta gjesh. Po ta kërkosh që gje, këtu në Tiranë. kush është një grua politikane që ju mendoni që është e aftë për të bërë kryeministre? Që të bëhet e? Kryeministre. Si besoj këto që janë të më drejtojnë, që i kanë marrë që në komisione që Po edhe nga opozita nëse si pëlqejnë të majorancës. opozitën nuk e besoj unë. Sa tjetë Saliu, 30 sa vjetë ka që është kryetar i... Ka heqim Saliun, pra të vendosim një grua, po cilën nga këto të vendosim? Vendosh dhe pra, ti e gosë, e ne thu, e bëj këte, sa është me përshmari. Kurse unë nuk kom që të dhem. Unë 10 vjetë kam që kam marrë, se 26 kam po jashtë. Kështu që... Dhe shi, është jo eron, e në për ty në për mu. Unë kër shof televizor i hek, shof dhe film me i jo. Nuk shive në të 30 stacione kap televizori, nga 30, 27 janë që folin për bëllohë. I gjenë në rrugë, baje futmajna. Nuk është ashtu. Gjysë për gjysë mund të bosh. Po gjysë për gjysë jepi në film, në koncert, në gjë. Për ka lezat dik. Ika. Faleminderit, mirupafshim. Mendoni se ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministre? Patjetër. A Se janë jo. gratë më pak të korruptueshme se sa burrat? Në gjithë botën kështu është vërtetuar, koha këse ka vërtetuar, që gratë janë më të sakta, janë më korrekte në pushtetin. Cila nga politikanë shqiptare mendoni se është e denjë për të bërë kryeministre? Jorita Tabaku, njëra nga ato, Po nga majoranca? e kanë tepruar. Nuk shoh njeri. Faleminderit. Mendoni se ka ardhur koha të kemi një grua kryeministre? Në që se liron Edi Rama, po? Kush mendoni ju se është e denjë për të bërë kryeministre? A se di, ta liroj ai herë, pasaj i kështë. A janë gratë më pak të korruptueshme? Më pak, fa. Ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministre? Sigurisht, është shumë e vonuar. Kush mendoni ju se është e përshtatshme? E rëndësishme është që të jetë një grua ideale, A është më shqiptare. vështirë të korruptosh një grua se sa një burr? Le të provohet një në Shqipëri të shohë se kush është më i korruptuar. Gruaja apo burri? Për mua është burri më i korruptuar. Ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministre? Besoj se po, ka ardhur sipas këtyre që po ndodhin. Duhet ndruar, se edhe në shtetet e tjera kanë më shumë. A janë gratë më të ndershme se burrat, është më vështirë të korruptosh? Vëllaq, aty edhe mund t'jenë, po, një pjesë, marrit pastaj. Cila është një politikane që ju mendoni që është e denjë për të bërë kryeministre? Në vend të shimë. Ajo, si... Jonida Tabaku, Jorita Tabaku. është, the mund të shimë. Po nga majoranca, kush mendoni ju se mund ta zëvendësoj Ramën? Nga ministrat, ose nga deputetët e Partisë Socialiste? Partia Socialiste, kështu zlijet është. Se njerë thënë për ato Erion Beliajnë që ishte do të zëvendëson, të Erioni shkoj atje, shumë të shikush.
Faleminderit. Atës, Faleminderit, ditën e mirë. Kohat kemi një grua kryeministra. Po, dhe ndoshta, Kush është një politikane që është e denjë për të bërë kryeministre? Jurida Tabaku, O nga majoranca? se di për këtë, Kush mund ta zëvendësoj Ramën? Jurida po, Edhe nga të vetët. po, A mendoni të korruptoheshme se sa burrat? ndoshta po, edhe gratë apo. Janë më të ndershme? Po. Faleminderit. Asgjë. Mirupafshim. Se ka ardhur koha të kemi një grua kryeministra? Ja, Pse? s'do të gratë. A nuk janë gratë? Mos pak më filmo më. korruptueshme? Të ka ardhur koha ka herë me ndru jo kryeministrin, po çdo kryeminist që ka qenë mas domthon demokraci. Po burra kemi provuar sa duhet. Burra kena Se ka provu, provoj një kena grua. provu. Po me gjithë një grua të mirë, po? Një grua të zojën. A nuk shikoni ndonjë politikanë si përshtatshme për këtë kohë? Nuk më bjen mend tani, po ka gra sa dush. Që mund të bëjnë këtë punë. A nuk është më vështirë ta korruptosh një grua se sa një burr? Varet, të në Shqipëri. Në Shqipëri ndodhin gjëra të çuditshme. Faleminderit. Mirupafshim. Se ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministra? shumë e drejtë. Kush Shumë e mendoni drejtë. ose është e denjë? Tashi, shumë e drejtë, Një grua kryeministra? Po, atë me gjithë 100%, jo 500% do doja. Kë Të shikoni kish. të përshtatshme? Ishte qendrës, as një ekstrem, as majtas, as djathtas. Se mos ka qendra e djathtë do dosha. Si mendim. Keni ndonjë emër? Sepse Josefina Topalli për mua është figurë. As është figurë e papërlyer në këto gjithë 30 vjet. Unë rri jashtë 30 vjet po ndjeku politike. E para, dyta, është një grup fisnike me shkollë, me nivel. Për mua, nuk e di çfarë mendime kanë tjerët. E papërlyer asnjëherë, as majtas as djathtas. Që i thot hapër e zigjerat, që edhe unë jam nga Veriu, nuk po mbrojse. Veria ju janë një lloj për mua, i dua dy palët. Këtë kisha mendimun më shumë, si më thënë. A është më vështirë ta korruptosh një grua? Shumë e vështirë. Pavarësisht se këto kohët e fundit me si thonë asaj, se thash greqisht këto tash e themet po thuhet që edhe gratë janë komprometuar këto kohët e fundit me këtë qeverisjen e Rilindës, kështu po ligjojmë jashtë edhe po. Po nga ana majorancës, shkon ndonjë grua që mund të jetë lider? Do të mendoj thellë sepse këto figurat që kanë qenë kohët e fundit me kanë janë pështyrë shumë, nuk e di si me thënë shqipe, nuk mund ta propozoj. Po të mendoj pak. Jo inshallah, jo. Kur shqiptarët nuk do ta pranojnë. Duket një njeri që është hajdude, që është shumë gjëra. Ka figura edhe pse, nuk tham, nuk e hedh poshtë. Ndoshta kaminati Ramën se është për mua është fashist, nuk është as socialist as demokrat. Se ti ishte socialist, pavarësisht jam demokrat në ideologji, i qendrës djathtë, as i djathtë jo ekstrem, por me pëlqen që njeriu të jetë, për shembull kur të marrësh Partinë Socialiste ti je socialist. Jo Edi Rama që është për mua është fashist, sepse nuk po merr shtresat e varfra deri shtresën e mesme. Dhe për mua shtresa e mesme mban një qeveri, një shtet, një vend, një komb, shtresa mesme. Shtresa lart është një pakicë, shtresa varfër është prap një pakicë, e mesmja ndërton shtetin sepse është biznesit, është ai që jep punë njerëzve të tjerë. Mendimet e mia them thjesht. Faleminderit. Ju lutem. Ditën e mirë. Punë fare dhe ju. Ka ardhur koha që të kemi një grua kryeministra? Po mirë është, po avash se akoma nuk jam përgatitur për të marrë detyrën e kryeministres. A është më e vështirë ta korruptosh një grua? Po si tjetë tipi i saj, si tjetë tipi. Po që e vendosën nuk korruptohet, po si e vendosën korruptohet. A ka një figurë politikane shqiptare që ju e shikoni si përshtatshme për të bërë kryeministre? Herë për herë, edhe në këtë zgjedhje nuk është asnjë kandidaturë që mund fitojnë përveç Edi Ramës. Sepse ka bën shumë tash 12 vjet, ka bën shumë për Shqipërinë. Edhe ka mundësi mandatin e katërt për ta bën edhe më mirë. Po detyra e tij është të bëjnë një kontratë me popullin shqiptar, një kontratë për të rritë mirëqenien ekonomike, për të rritë pensionet
Jo më pak se 20-30% pensione, se shtresa me varfër në shtresa me ndërrume në Shqipëri, për të rrisë kushtin jetik shqiptarëve. Kjo është detyra kryesore e Edi Ramës, mandatin e 4. Po brenda Partisë Socialiste, a shikoni në një grua që mund t'ia zërë vendin Edi Ramës, ndoshta mund ta bëjë dhe më mirë se ai punën? Ja, unë i njoh përgjithësi gjithë, po nuk shënoj. Për shembull, zëvendës kryeministra Belinda Balluku, sikur të ndroi vendet një herë me Ramën. Ja, nuk e meriton, ja. Akoma s'ka arrit nivelin e Edi Ramës, edhe aftësitë e tij. Edi Rama na ka bërë krenar në gjithë Europën, shqiptarët. Na ka bërë krenar sepse sot për sot në gjithë Europën nuk shihna më si njerëz pa kulturë, si njerëz si kanë vetëm problemet e vrasjes, kallashit, po si njerëz punëtor, njerëz me kulturë. Studentët japin shembull në universitetet e botës. Edhe kështu që janë rrit autoriteti i shqiptarit më tepër se asnjëherë tjetër në këtë dekadën e fundit. Faleminderit. Mirupafshim. Mirë. Kohat kemi një grua kryeministre? Kohat kemi një grua kryeministre? Po, unë s'jam kundra pasi, si që dini, familja jonë është në politikë që përkos Partisë Punës, dhe kështu që një grua kryeministre, ose më saktë një zonjë, do ishte pozitive, pasi si që dini, vendi im nuk ka patur as president e Republike femër, dhe as kryeministre, dhe kështu që ka ardhur koha që veç kryetarës Kuvendit duhet të jetë dhe më lart në instancat e kryeministrit apo presidentit të Republikës, dhe kështu që unë nuk jam kundra, duke patur parasysh që edhe në Kosovë, Vjosa Osmani është presidente aktuale e Republikës Kosovës dhe ne mbështetëm që ajo të zgjidhet në këtë post kaq të lartë, dhe kështu që vendin tonë ka vizituar Hillary Clinton, e ka vizituar Angela Merkel, dhe këta dhe me thënë janë si një revolucion për gruan shqiptare, që ajo do të jetë pjesë e politikës, pasi si që dini, kontributi i veçantë i tyre është domethënës, qoftë në politikë, qoftë në edukimin e brezave të ri dhe në punët e përditshme. Dhe kështu që unë do ta mbështes fuqimisht pjesëmarrjen e tyre në politikë. Cila është një grua politikane shqiptare që shikoni si të përshtatshme për të bërë kryeministre? Po tani, pasaj përket të PS-ja është Elisa Spiropali, janë këta ministret që janë aktualitet, kurse të PD-ja mund të kesh Ina Zhupën, Melinda Bregën, dhe të tjerë, dhe më thonë, pa ka, dhe forumi rinori i Partisë Socialiste apo forumi rinori i Partisë Demokratike që nxjerr breza të ri, do të thonë që janë dhe më taftë. Po duhet ditur që një grua që do i futet politikës shqiptare duhet të ketë mbaruar shkencat ekonomike ose politike, do të thonë, që të di ta drejtojë vendin dhe ta shërojë atij ku është plagë e hapur. A është më vështirë ta korruptosh një grua? Po, si që dini, të filmit Dita e pare e emërimit, dhe ai shoferi që i tha sekretares të sapo zgjedhur që shefet më të fuqishme janë gratë, pasi ata janë vështirë për të korruptuar. Do të thonë, kjo mënyra e korruptuarit e femrat ka ekzistuar, do të thonë, që prej vitesh një vështirësi, një blokadë, do të thonë, pasi nuk jepet mundësia që ta konfrontosh me përsa i përket monedhave, do të thonë, valutës, diçka e tillë, do të thonë, po ka mënyra, do të thonë, joshëse që mund të jetë seduksioni apo e peshqesh i vogël kështu, do të thonë, që mund ta favorizojë, do të thonë, një ndikim të padrejta, të përshpejtuar. Po në përgjithësi femrat janë gati zero të korruptuar në Shqipëri, pasi si që dini, meshkujt i kanë detyrat kryesore të ditës në aktualitetet qoftë politike, qoftë sportive apo dhe të tjera gjithashtu. Faleminderit. Mendoni se ka koha të kemi një grua kryeministre? Po, mirë është. Pse jo? A është një figurë që ju e shikoni si të përshtatshme?
Po, derisa e bëjnë dhe burrat edhe gratë mund ta bëjnë. Cila politikane shqiptare mund ta bëj? Po, nuk e di. Ka plot. Ta bëj Elisa Spiropali. Ka. Po nga opozita? Po nuk I njoh kaq mirë politikanët. Po, besoj se nga opozita. Si e ka ajo se harrova emrin? Grita, apo e ka lënë politikën? Jo, Grita është futur gazetarisë tani. E nuk e di se sa aq. A është pak më vështirë të korruptosh një grua? Se di. Po ikim mirë, se ka. Faleminderit, mirupafshim. A mendoni se ka rrëkohet kemi një grua kryeministre? Ku I dim në se në smerë. A drejtojnë gratë më mirë se burrat? Se besoj. Pse se besoni? A janë gratë më të ndershme, është më vështirë të korruptosh? Nuk e di. Na fal. Faleminderit.